Tyneri kanë respektuar. Pa marrë parasysh. Një plak i katunit kokon, nëse fëmija kur kanë ka përcuj, kanë fol, a jemi, qyshie, e kanë respektu. Sot ka përcena dhe nuk i fol hiq. Do më thonë që kretë fajet i kanë edukata familjare. Gjinisë, për edukatës familjare, pse nuk e mëson shamë në fëmijën e vetë. Ose me thonë, qërë baba, qyshje të pa marrë parasysh, ose babgjesha gjyshe. Foli njëzë, respektoj njëzë, respektoj plakun, ose plakën, sa s'ka ato. Për para... Qa po ta mërmeni, apo respektojt fjalla ma të vjetrit sot? Jo. Ja. 7% nuk respektojt, 30% nashta respektojt, 70% jo. Pse? Pse kanë artë është dete, po ka veshë më dhe e pje këto, edhe shkollë, tash po dalin në rinia, po shojnë gjithë shka, shtu që nuk i respektojnë, mos pari babën e vetës, a nonën e vetë, a vllahën, a motrën, se ma nejës për inë. Të ne herë këni shku mysafir ma shpesh të njoni tjetëri, Po, valla, kom shkua. E tash? Pej punë që jem dalë, më një vllatë e më ka vdekra me të pa shpirti, pej këtu që na dalë në ora 3, pej punë, pej Mitrovisi na shku në Dedin Shol. Pej Trepqi na shku kom, 2 orë gjysë kom, kena bujt atë natë, në ora 7 apet në punë në duke me konë. Po kena pas vullnet me shku të daja, ose të teze, ose pa marrë pasysh. Sa s'ka atë. Malet që dita ditës duke ju ofruar pranverës, po gjelbrohen dhe jashtojnë edhe më shumë bukurit fshatit Vinarc. E në këtë fshat kaq të bukur jeton 70 vjeçari Skënder Ujkani, kur e them për jetën e tij jo fort të mirë. Unë kam qenë familje si thmi 35 antarë. Mirë kena kalu, s'kena pas kur farë problemes. As me babgjesh, as me gjysh, as me migjallar, as me thmit migjallarve, as me kushrim analt. Po, dikun ka 15 vjetë që kam pas ashtu, që kena nisë me punu punë. Po, mas për para jenë marrë ma shumë në bujësi. Me bujësit, anë dikur në shkolla, që ashtu në puna. Madja i mendon se jeta dhe veçanërisht njerëzit në të kaluarën kanë qenë shumë më të dashur e më të respektuar njëri me tjetrin, duke përmendur edhe faktin se më herët edhe në shkolla kishte pas më shumë disiplinë. Ma mirë ka qenë atër se tash. Pse? Pse ka pas mas pari dashni më të madhe, respekt më të madhe. Jena shku njoni me tjetrin më shumë, jena anë më shumë, edhe atër shkolla ka qenë ma mirë se tash. Ka pas ma shumë respekt të arsimtarët, edhe nxënësat e një kanë respektu ma shumë, disiplinë më të madhe, dashni më të madhe në nxënësën e me veti, edhe me arsimtarë, shtu që ma mirë ka qenë shumë se tash. Në të kaluarën